Përshëndetje. Hajde Ajka. Të mushe me frim se burë plak të si, nuk jam si Ajka. Desha të shfrytëzoj këtë moment këtu në pyll për një video të shkurtër me ju lidhur me këtë Ajka këtej lutem jo, pastaj do vrapojmë prap këtej për një temë që po e trajtoj direkt dhe indirekt në disa nga videot e mia. Kjo e temës fundit ku analizohet, rojtari Neden e kam fjallën, analizohet dhe direkt një lloj konkluzioni që krijimi i njerëzimit nuk është i pari dhe jo i vetmi. Po përgatis një video dytë ku trajtohet fakti që një varg në Zanafillën midis 7 dhe 8 në mos gaboj rezulton të jetë i hequr, i cili tregonte shumë për këtë gjë. Edhe njëkohësisht në këtë video tjetër, vargu i hequr lidhet pikërisht me faktin që kanë ekzistuar qenie të tjera, ka një krijim tjetër që krijimi i njeriut nuk është krijimi i parë, pavarësisht se ne na kanë mbushur mendjen dhe kanë dashur të vendosin pikërisht njeriun në majën e krijimit të Zotit. Por sot desha të trajtoj shkurtimisht, kuptohet, këtë temë edhe në lidhur me atë që thuhet në Kur'an. Kuptohet që po të isha musliman, do më kishin përjashtuar me herë, do më kishin hequr licencën, patentën, ku diun çfarë do më hiqin që nga muslimanizmi. Se këto komunitetet muslimane, përfshirë dhe këto të kishës katolike, janë si inkvizicioni dikur që të heqin, ata të vrisnin këtat, me herë të heqin të drejtën që të quhesh musliman. Atëherë, në Kur'an, kur Zoti, Allahu, si thon muslimanët, vendosi të krijonte njeriu, ndlodhi engjëjt, bëri një kuvend, po e themi, me engjëjt dhe ju tha që kishte vendosur këtë punë, por përdori një fjalë arabe, kalif. Pra, unë tha, ka vendosur të vendos kalif Ademin në tokë. Kalif, nga arabishtja, do të thot, si ta shpjegoj, zëvendësues, trashëgimtar, mëkëmbës. Engjëjt, gjithmonë sipas Kuranit, engjëjt u shqetësuan për këtë gjë dhe i thanë, si do e vendosësh ti atë? Dhe ai do shkaktoj çrregullime në tokë dhe do derdh gjak. Dhe Allahu u përgjigj, ju nuk dini atë që di unë. Pyetja e parë që të lind në këtë pjesë është, pse engjëjt u shqetësuan se Ademi do krijonte çrregullime dhe do derdhte gjak, kur ai do ishte i vetëm tokë? Ku do të krijonte këto çrregullime? Nuk kishte qytetërim tjetër, nuk kishte civilizim tjetër. Kundër kujt do të derdhte gjak? Nuk kishte qenie të tjera, nuk kishte njerëz të tjerë, me kë do luftonte që të derdhte gjak? Dikush mund të hidhet e të thotë, po engjëjt e kanë pas fjalën për mijëra vjet më vonë, ose 100 vjet më vonë. Engjëjt ishin ata që parashikonin çdo ndodhte mijëra vjet më vonë, kur vetë Allahu ju a bëri të qartë që ju nuk dini atë që di unë. Pyetja tjetër është, pse u zgjodh pikërisht kjo fjalë? Kalif, pra zëvendës, mëkëmbës. Adami, ose Ademi, do ishte kalifi i Zotit në tokë. Pra, mëkëmbësi i Zotit në tokë. Që do të thotë, mund të analizojmë duke thënë që do zëvendësonte dikë tjetër, sepse këtë kuptim ka fjala, por njëkohësisht do udhëhiqte të tjerët aty. Ishte profeti i parë i Zotit. Apo
u krija profeti dhe pastaj do krijoj më vonë njerëzimi, do shtoj njerëzimi si mas porosit Zotit shumë mahuni. Kanë absurditete. Ka një detaj tjetër, po në Kuran, kur Zoti përzuri Ademi dhe Havan nga Edeni, ju tha, ikni të gjithë ju që këti. Në arabisht, në gjuhën arabe, për 1 dhe 2, përdoret numri njëjes. Për mbi 2, pra 3 sipër, përdoret numri shumës. Zoti nuk dinte mirë gjuhën arabe, që përdori numrin shumës për këta të dy, kur duhet përdorte numrin njëjes, apo ishin dhe të tjerë në Eden para këtyre, që Zoti përdori numrin shumës, apo ishin të tjerë jashtë Edenit, që Zoti përdori numrin shumës. Natyrisht që besimtarët, sidomos ata të thekurit, do gjenë një arsye nga ato që ju shpjegojnë hoxhallarët, një pjesë të cilëve janë super milionerë këtu me parat që grumullojnë për ndihmë, apo s'do të merre me këtë punë se korrupsioni i tyre s'është çështja ime. Pra, ka një lloj ngjashmërie që çon në këtë linjë, që historia e krijimit nuk ka filluar me Ademin, por është diçka më e thellë. Ndoshta kemi të bëjmë me një krijim të ri, me një brez të ri, me një linjë të re, me atë që duan këta të na bindin që është maja, në fakt, është thelbi, është kryesorja. Në njëkohësisht, duke parë video që janë postuar deri tash në kanal, një argument në favor të kësaj është fakti që Kaini u përzu, si që kam përmendur, Kaini u përzu dhe pa prit mas gjeti grua edhe krijoi, si thua, trashëgimin e tij, ndërtoi një qytet të cilin vetëm me gruan se ndërtonte dot, dhe vetëm për vete dhe për gruan s'kishte pse ta ndërtonte. Qytet ky që ndoshta nuk figuron më, sepse ndoshta është rrafshuar me përmbytjen që Zoti krijoi për të zhdukur çdo krijesë të gjallë. Kështu që janë tema natyrisht të nxehta për ata që besojnë, për besimtarët, për ata që ju duken, siç thoshte dikush aty, ju duken një sharlatan që trajtoj këto tema, sepse ka njerëz që lexojnë Biblën dhe Kuranin, siç ju thonë ata, dhe mbasi lexojnë, se jeni të sigurt që në fillimin fund se ka lexuar asnjëherë sidomos Biblën. Ato 900 faqe që ka, mbi 900 faqe që ka në gjuhën shqipe. Por edhe po që se ka lexuar në gjë, sa e kanë mbyllur e kanë harruar. Sepse janë mjaftuar me atë që ju thot i dërguar i Zotit, si më tyre. Janë njerëz që nuk e kuptojnë që marrëdhënia me Zotin duhet të jetë dhe është shpirtërore, nuk është institucionale. Nuk është që të shkosh në xhami apo në kish dhe të dëgjosh çfarë thot ai, sepse ai e di fjalën e Zotit. Video e re, siç thash, trajton këtë temë, faktin që ekziston një varg i humbur, por që është transmetuar në apokrife, në librat, në tekstet e vjetra dhe në traditat që kalojnë nëpërmjet gojdhanave, që kalojnë brez pas brezi me
me tregime gojazi, si që më korrigjon të dikush atje, cilin e përshëndes. Dhe të bëjnë të dyshosh që kemi diçka shumë të madhe, si shumë gjëra të tjera që na kanë fshehur. Tashmë edhe në fushat të tjera të jetës, një pjesë e mirë juaja e kanë konstatuar që është gjithçka që na kanë thënë, është një gënjeshtër shumë e madhe. Zbulimet arkeologjike gjithandej po zbulojnë gënjeshtër mas gënjeshtër që na kanë thënë për historinë, për historinë në tërësi, për historinë e njerëzimit. Kështu që kush do të hapi syt, le të hapi, kush do të mësoj, le të mësoj, kush do të flër gjumë, le të vazhdoj gjumin. I rekomandoj të dali nga ky kanal, nuk është për ata që duan të flenë gjumë. Problemi është që një pjesë e mirë kanë frikë nga e vërteta, pikërisht se nuk duan të prishin komoditetin në të cilin jetojnë. Kanë shumë frikë nga e vërteta. Dhe prandaj përpiqen me të gjitha forcat e tyre ta shmangin këtë të vërtetë. Po e mbyll duke ju uruar një ditë të bukur. Edhe Ajka, do çojmë vrap? Do çojmë vrap? A ti keqen, hajde vrapojmë. Ju uroj gjithë mira dhe ditë të mbar miq. Kalofshi bukur.